Peja është nditur ditën e sotme nga një aksident i rënd komunikacioni ku humbi jetën në vend vëllai i artistit Gjesti, Eldioni. Policia ka konfirmuar ngjarjen duke deklaruar: rreth orës 14, policia është njoftuar për një aksident në Bllagaj të Pejës. Në aksident ishin të përfshira një veturë dhe një katërciklet. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me ambulancën, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës. Sipas sinjalit, i dyshuari për aksidentin me pasojë vdekje ku humbi jetën vëllai i Gjestit është Gentonis Nikçi. Por një njëjti portal raporton se personi tjetër i lënduar, banor i fshatit Treboviq, është në gjendje të rëndë dhe është transferuar në QKUK. Eldioni njihet për pasionin e tij ndaj motorëve me 4 rrota. Edhe vetë Gjesti, pas daljes nga Big Brother VIP, postonte shpesh video duke bërë xhiro në fshat me një mjet të tillë, i cili fatkeqësisht i mori jetën të vëllait në moshë shumë të re. Ndërkohë, portali Demos ka publikuar momentin e rënd kur Gjesti merr vesh lahimin. Ngushëllime për këtë tragjedi të madhe.